Më duhet që festat e fundvitit i kalojnë në Shqipëri si alternativë ndryshe. Dhe tani ne kemi filluar që të kemi dhe turistë të huaj, pra jo shqiptar të diasporës që zgjedhin të vinë në Shqipëri. Të huaj, italianët po se tani ne bën si shtëpisë, edhe ata nuk është se kemi probleme, po kemi nga të gjithë destinacionet dhe ajo çka vere më shumë që ne që shihemi si një vend musliman në vendet e lindjes mesme kryesisht, kur vinë ata dhe zgjedhin Shqipërinë për festat e fundvitit, që e dim nga feja nuk është se festohet, ata vinë për një alternativë më vete, për të parë një ndryshim të një vendi që presupozohet të jetë musliman, por që është shumë open-minded, shumë i hapur për të gjithë. Dhe shohim, pra, jo më larg se sa 3-4 ditët e fundit, fluturimet që vinë nga lindja e mesme janë të gjitha plot me pushues. Pra, është ky paradoksi që ne duhet i lidhim patjetër me një festë. Nuk kemi pse i lidhim me një festë. Duhet i lidhim me një ambient, me një vend, kështu siç jemi ne dhe kemi për të ofruar. Festa është vetëm sebepi. Këtë arrita ta kuptoj. Nuk e di, a dalloni dot ju një ndryshim në qasjen që shqiptarët kanë mes Krishtlindjes, ku shkojnë ta festojnë, nëse shkojnë ta festojnë dhe si organizohen ta festojnë, dhe vitit të ri, se këtu mund të jetë një çështje numrash dhe për shkak të faktit që vitin e ri e festojnë të gjithë Krishtlindjet e festojnë vetëm të krishterët. Domethënë nuk e di nëse numrat këtu. Atëherë unë do të thoja që për shqiptarët mjafton ato ditët e pushimit të përfitojnë dhe të udhtojnë. Pastaj, përsa e përket festave të vitit të ri, varet gjithashtu nga sa ditë pushimi do ketë. Nuk mendoj, sepse ne duke qenë një popull që i festojmë të gjitha, dhe kjo është edhe çfarë pyesin dhe turistët që vinë këtu tek ne duke qenë një popull që i festojmë të gjitha, nuk mund të them që e kemi si të ndarë me fik Krishtlindjet apo vitin e ri. Viti i ri për ne është paksa më tradicionale, themi, mikpritja e natë e ndrimit të viteve, por për Krishtlindjet mjafton vetëm që të jetë një ditë, kanë nga ata që i festojnë patjetër, por kanë dhe nga ata që përfitojnë nga rasti për të udhëtuar jashtë. Kanë italianët një shprehje, nuk e di nëse ju e flisni italisht, thënë Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi, që me thënë Krishtlindjet me të shtëpisë, Pashkën me këtë kesh qef. Me qartë mundsh. Kështu që shko, janë ku ashtu neve të kjo shprehja, ku e gjejmë veten? Për sa ne jemi fiks aty. Domethënë në parimin në ideologji, jo pikërisht për festën, në vetvete për Krishtlindjet, sepse përsa i përket Krishtlindjeve, ne shqiptarët nëse duam të udhtojmë diku për Krishtlindjet, jemi në vende tradicionale ortodokse apo katolike. Pra, po themi Shkodra, Lezhë i mbajnë brenda vetes këta besimtarë, sepse janë epiqendrat të festës të tyre, Korça, Pogradeci i mban aty. Çfarë vjen nga qendra, nga Shqipëria e mesme kryesisht, atë do shpërndahen pikërisht në këto destinacione, ku Korça normalisht ka mbajtur, u bën 30 vjet tashmë, që mban rekordin për interesin e shfaqur, si për Krishtlindjet, ashtu edhe për fundjavat, për ato që ne shqiptarët përpara se të mendojmë se çfarë do ham nesër, do mendojmë mirë se ku do dalin fotografinë Born, Voskopoj, Dardha apo Drenov, se janë trendet dhe vazhdojnë të jenë trendet. Unë doja të shtoja për pjesën e Korçës që rezervimet këtë vit janë mbyllur që në fillim të muajit tetor për festat e fundvitit, nga kërkesat e larta që ka patur që në tetor të këtij viti. Kështu që ka qenë një komplet. Nuk e di se çfarë do të bëjmë me 31 as një javë para, jo më qenë tetor. Po të pyesin tani është tashmë rezervuar, por edhe për pjesën e Beratit, për qytetin e Beratit, pjesa më e madhe e strukturave akomoduese janë tashmë të ezauruara. Jam në minutat e fundit, por do të flisim pak për turizmin në përgjithësi në Shqipëri. Në verë u vurej një lloj pesimizmi, por u duk sikur vjeshta riktheu një lloj interesi më të madh, nuk e di cili është trendi që shikoni për dimrin, apo shkojmë vërtet përtej këtyre ndarjeve sezonale, domethënë apo bëhet Shqipëria një vend atraktiv për turistët e huaj përtej sezoneve. Ta nis nga çështja e parë që nxorre për diskutim, në verë nuk është se u pa një farë pesimizmi, por arritëm pikën e saturimit. Duhet të kuptojmë edhe një gjë. Këto janë kapacitetet tona. Biles jemi mbi kapacitetet e përpunimit në total.
Infrastruktura jonë është e stresuar gjatë gjithë kohës që nga maj deri nga shtatori për shkak të fluksit. Mjafton të bësh sot një rrugë nëpër Tiranë, është ditë e diel dhe e ke të ngarkuar me emigrantët që kanë ardhur. Imagjino me atë fluks turistësh. Pra, unë them që ne jemi mbi kapacitetin për punimin. Pra, duhet të luftojmë për atë që flitet, e thonë të gjithë më të madhe, turizmi elitar. Nuk duhet bëjmë turizmin elitar, e kemi totalisht pamundur, por duhet të mësojmë Turizmin cilësor. Pikërisht, një turizëm cilësor të qëndrueshëm, ku nuk duhet të synojmë numrat, 15 milion, 30 milion turist. Nuk na hyn punë. Ne duhet të synojmë ata turistë që patëm, pra atë numër që patëm ndoshta në 2022 dhe 2023, por të mësojmë të shesim, t'i bëjmë ata të shpenzojnë. Po nuk arritëm këto dy gjëra, numra do kemi plot, turist me bukë me vete kam qenë gjithmonë unë, që nuk na hyn punë për asnjë gjë përveç se për ngatrim të gjithë situatës. Për ngarkesë të trafikut. Tani këta turistët kanë sjell 4 miliardë euro sipas të dhënave zyrtare, kështu që unë edhe këta nuk do i përbuzja me thënë të drejtën se 4 miliardë euro për ekonominë tonë nuk janë pak. Ne kemi një problem tjetër që pjesa më e madhe e këtyre eurove pastaj shkojnë për mallrat që ne importojmë në vend të prodhojmë këtu brenda që të mbeteshin në ekonominë tonë. Trendi për dimrin si duket? Atëherë, trendi për dimrin ka filluar të kthej paksa, nëse vitet e kaluara ne nuk kemi patur një kërkesë të huajve ose ka qenë shumë e paktë këtë vit, po e vëmë re që është në rritje, por gjithashtu edhe për pjesën e 2026-s, që kanë filluar që në muajin shtator rezervimet dhe organizimet për vitin 2026.